Live from Tirana. Live from Tirana. Është me ne në studio për të diskutuar diçka që është shumë e rëndësishme kur temperaturat rriten, që ka të bëjë në fakt me kujdesin ndaj lëkurës. Mirë se vjen programi dashur. Përshëndetje, është gjithmonë kënaqësi të kthehesh në Top Albania Radio. Kënaqësia është gjitha jonja. Dhe dua ta shfrytëzoj këtë minutazh të ngelur të programit për atë që bëhet problemi kryesor në fakt gjatë verës, jo vetëm për gjininë femërore, por së fundmi fatmirësisht e ka kuptuar dhe gjinia mashkullore që duhet kujdesemi për lëkurën. Cilat janë dëmet më të zakonshme që vijnë me ardhjen e verës ndaj lëkurës? Unë do desha ta nis me ekspozimin në diell në mënyrë të pambrojtur. Pra është dielli që nga njëra anë ne kur kemi qenë të vegjël edukoheshim që dielli është i shëndetshëm, por nga ana tjetër dielli shkakton disa dëme në lëkurë. Kjo do të thotë, një e parë në këndvështrimin e dermatologut shkakton dhe nxit kancerin e lëkurës, pra ekspozimi i pambrojtur ndaj rrezatimeve ultraviolet i shtrirë në kohë, një dëmtim i shtrirë në kohë mund të pasohet me kancerin e lëkurës ose me melanomën, dhe nga ana tjetër dëmton fibrat e kolagenit dhe të elastinës dhe të plak më shpejt. Kemi këtë plakjen para kohe. Kjo që në fakt vjetër edhe në zonat rurale, në fshat, ku njerëzit janë më të ekspozuar ndaj diellit dhe fatkeqësisht janë duken më të plakur. Duket lëkura më e plakur tek këto individ. Ama, pa dashur të ndërpres, disa teori që qarkullojnë së fundmi dhe han shumë debat, sidomos në Amerikë diskutohet që SPF-ja në fakt është një produkt që sjell kancer në lëkurë. Sa e sigurt është SPF-ja? Absolutisht, kjo është një teori që po debatohet shumë faktikisht, por nuk ekzistojnë studime të mirëfillta mjekësore, shkencore, që të thonë që SPF-ja dhe përbërësit në përbërje të kremrave mbrojtës mund të shkaktojnë kancer lëkure. Pra, po diskutohet kjo tezë, është hedhur në diskutim, por aktualisht ne nuk kemi një studim të mirëfillt mjekësor që disa nga përbërësit në kremrat e diellit të realizojnë mund të shkaktojnë kancerin lëkurë. Ndërkohë që ka studime shumë të provuara tashmë që boja e tatuazhit mund të shkaktojë kancer në lëkurë, dhe aktualisht unë shikoj sot patjetër pafund të rinj dhe të reja, të cilët kanë mbuluar trupin e tyre me tatuazh. Por që nuk kanë kancer. Mund ta drejtojmë debatin dhe në këtë drejtim. Por që nuk kanë kancer ende, nuk kemi. Absolutisht, po bëhet fjalë për harkun kohor, pra dëmet e përbërësve të caktuar kancerogjen në lëkurë, ndërkohë që ne dim është e provuar shkencërisht që përbërësit në e plastikës në organizëm, siç është uji që ne konsumojmë çdo ditë, që e marrim në shishe plastike, mund të shkaktojë kancer në lëkurë, dhe kjo është e provuar shkencërisht. Pra, ne jemi të prirur të diskutojmë për mundësinë, por që aktualisht ende nuk është provuar që mund të shkaktojë kancer në lëkurë përbërësit e kremrit mbrojtës, por duhet të diskutojmë nga ana tjetër që përbërësit e bojës në tatuazhe mund të shkaktojnë kancer në lëkurë, dhe kjo është e provuar shkencërisht. Nga njëra anë, dhe nga ana tjetër dim që pjesësat e plastikës shkaktojnë kancer në organizëm, përsa kohë neve konsumojmë plastik pafund, domethënë pim ujë çdo ditë nga plastikat. Mesta duket jetojmë në një kohë që nga cila anë të kthehemi jemi të rrezikuar. Por pa përmendur emra për të mos bërë marketing, si duhet ta zgjedhim SPF-n në bazë të çfarë kritereve? Atëherë, me fillimin e ndryshimin e sezonit, a ka një ndryshim mes SPF-s për plazh dhe SPF-s në përditshmëri? Dermatologët, mjekët faktikisht janë ekspertë të cilët mund të orientojnë çdo kush, çdo kënd për produktin e duhur. Por nga ana tjetër dhe farmacistët kanë njohuri të mjaftueshme, shumë të thelluara në këtë fushë. Pra, në qoftë se ne do duam të ndryshojmë produktin që ne përdorim, mund t'i drejtohemi farmacistit të kualifikuar mirë ose mjekut dermatolog. Më ideale do ishte drejt mjekut dermatolog, i cili do ishte mirë përpara përcaktimit të një produkti të bënte një analizë të hollësishme të lëkurës për të përcaktuar problematikat e lëkurës, sepse jo çdo individ ka probleme të njëjta me individin tjetër, dhe në këtë mënyrë përcaktohen problematikat e lëkurës dhe përcaktohet produkti që do zgjedhet. Për shembull, një lëkurë me tendencë akneike do zgjidhte produkte më të lehta, fluide të holla, produkte oil free pa yndyrë, të cilët nuk do të përkeçsonin gjendjen e akneve. Por sigurisht që një individ me melazma, me njolla në lëkurë, do t'i rekomandohesh një produkt tjetër i cili në brendësi të tij ka përbërës, të cilët do ta ndihmonin individin për të realizuar një mbrojtje më të lartë ndaj diellit. Ka njansa specifika. Cilat janë gabimet që shqiptarët bëjnë më shumë gjatë verës kundrejt mbrojtjes së lëkurës?
Shqiptarët Çfarë duhet kemi parasysh? parapëlqejnë që të përdorin shpeshherë dhe vaj me mbrojtje të ulët, ndërkohë që apeli është i qartë që gjatë ekspozimit në diell, por jo vetëm një ditë, në 365 ditëve të vitit, rekomandohen kremra me faktor të lartë mbrojtës. Kjo do të thotë që aktualisht në plazh çdo kush nga ne duhet të ketë një mbrojtje SPF 30 deri në 50+ për të realizuar një mbrojtje adekuate ndaj dëmtimit të rrezatimit ultraviolet në lëkurë. Qartë. Ndërkohë, sa ndikon ndjekja e nga dielli në shëndetin afatgjat të lëkurës? Ju e thatë që lë pasoja të gjata, apo nuk janë vetëm, nuk do të themi që vetëm lë njolla, apo mund të prishi pamjen tonë të bukur. Absolutisht. Pra, mesazhi që duhet të jap sot është veçanërisht djegjet në fëmijëri, 2 deri në 3 djegje në fëmijëri shoqërohen me një risk më të lartë të kancerit të lëkurës në moshat adulte. Dhe kjo është evidence-based medicine. Pra, është e provuar shkencërisht dhe publikuar në të gjithë sajtet mjekësore tonat. Nga njëra anë, nga ana tjetër, djegja në lëkurë në harkun kohor shoqërohet me ato njollat në lëkurë, me efelidet, të cilat më vonë mund të transformohen dhe mund të kemi përsëri kancera në lëkurë, ndërkohë djegja në lëkurë shoqërohet me një plagje të parakoshme të lëkurës. Pra, këto janë 3 apele të qarta, të cilët çdo kush nga ne duhet i ketë parasysh që ne duhet të mbrohemi nga djegjet në lëkurë. Qoftë ne si individ, qoftë të gjithë familjarët. Ndërkohë, a ka një listë me ushqime apo pije apo fruta që janë të sugjeruara dhe të preferuara gjatë verës për një lëkurë më të shëndetshme, përveç mbrojtjes me krem dielli? Absolutisht që po. Pra gjatë periudhës së verës, për të pasur dhe një lëkurë të shëndetshme, rekomandohet konsumimi i ujit sa më shumë të jetë mundur, pijeve të lehta freskuese. Por duke qenë mjekë, duhet desha të përjashtoj nga këto pije freskuese shumë energjizuese, nuk bëhet fjalë, nuk janë shëndetshme. Po pije me sheqer, pije me konservant nuk rekomandohen. Konsumimi i ujit është gjëja më e shëndetshme që mund të bëjë çdo kush nga ne për të pasur një lëkurë të shëndetshme dhe një organizëm të shëndetshëm. Ndërkohë rekomandohen fruta dhe zarzavate, sa më shumë një dietë e pasur, e cila është shumë e shëndetshme për gjithë organizmin dhe jo vetëm për lëkurën. Për lëkurën, frutat normalisht dhe në ngjyra dhe në sasi të ndryshme për të patur antioksidant në një fazë të matme. Kishim qëndruar më gjatë, por për shkak të minutazhit për programin do duhet ta mbyllim. Falenderoj shumë që ishe në program, besoj do shihemi shpesh herë të tjera. Faleminderit. Shkëputemi këtu, rikthehemi një herë pas fleshit informativ të orës 11:00.